Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Do të flasim për një personazh që në fakt javë më parë ka ngritur një dinamik të madhe se çfarë po ndodhen me jetën e saj. Një çift i cili përfliteshin që po jetonin momente të bukura, por u dukën se gjithçka u prish, gjithçka përfundoi, një lidhje dashurie që nisi me kënaqësinë shpirtërore, por mbaroi. Por nuk ishte ashtu. Pas një dileme që ne hudhëm si kanal në raport me Sarën edhe Bardhin, dhe unë e thash që gjërat edhe mund të keq interpretohen nga publiku sepse Bardhi ka ditur gjithmonë t'i dhuroj dashuri të sinqertë dhe të vërtet Sarës, ishte Sara Gjordeni ajo e cila doli dhe e mohoi krejtësisht lajmin i cili ishte i rejshëm dhe që fliste në fakt për marrëdhënien e shkatëruar të Sarës edhe të Bardhit. Por Sara Gjordeni nuk është se ka qenë aktive në rrjetet sociale dhe publiku kryesisht ka ngritur vëmendje shumë të madhe se çfarë po ndodh me Sarën dhe çfarë po ndodh me jetën e saj, çfarë është ajo gjë që Sarën e mban kaq të mbyllur në vete. Sara Gjordeni ka rikthyer vëmendjen e ndjekësve në një sesion pyetjesh në Instagram pas një periudhe mungese që nuk ka kaluar në fakt pa u vënë re. Sara, e cila njihet për aktivitetin dhe komunikimin e vazhdueshëm me ndjekësit e saj, ka javë që ka qëndruar më e heshtur në rrjetet sociale, gjë që ka bërë ndjekësit të hamendsojnë pse Sara është tërhequr kohë pas kohe nga rrjetet sociale. Në mesin e pyetjeve që mori shumë prej tyre, i kërkonin sqarim për mungesën e fundit, përse Sara ka munguar. Njëri prej ndjekësve i shkroi: "Po na mungon prezenca jote." Ndërsa Sara ju përgjigj në këtë formë: "Mesazhi më i shpesht ishte ky sot. Ju premtoj edhe pak. Kam kaq shumë gjëra të bukura për t'ju treguar, do e kuptoni pse unë jam larguar." Në një pyetje tjetër dikush i shkroi: "Çfarë ka ndodhur me ty kohët e fundit? Po vëret mungesa jote?" Ndërsa Sara reagoi duke qetësuar fansat me fjalë: "Ndjekësit e vjetër e din që është vetëse kohë karikimi." Këto përgjigje kanë ngjallur kurreshtje në rrjet duke bërë që ndjekësit ta mendsojnë se çfarë do të sjell Sara këtë herë. Domethënë nga kjo që ne në fakt arrim të kuptojmë, Sara është duke punuar me një intensitet shumë të lartë për të sjellur diçka të bukur, për të sjellur diçka me energji interesante tek publiku. Do të shohim se çfarë do të jetë ajo. Ndoshta mund të sjellën ndonjë projekt, ndoshta mund të sjellën ndonjë këngë, ndoshta mund të sjellën ndonjë hit që ne do ta duam, do ta mbështesim, ne do t'i dhurojmë emocion, do të shohim se çfarë në fakt Sara do të sjellën. Por në këngë besoj që do të ishte prezente në videoklipin e Bardhit, sepse Sara nuk është këngëtare, por mendoj që mund të sjellën edhe ndonjë emision në formë podcasti që mund ta bënte për një kanalin e saj në YouTube, për faktin sepse ka shumë klikime dhe tani është ky fenomeni që përdoret që artistët preferojnë që të sjellin projekte të ndryshme, të titulluara në formë podcasti që i përdorin për interesat e tyre. Domethënë mund të ndodhte edhe kjo gjë tek Sara Gjordeni. Gjithsesi dua të marr mendimin tuaj, si mendoni ju që mund ta shihni Sarën në të ardhmen?